Elhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Pasi që në mesin ton e kemi mysafir Hoxhën Omer Dauti, i cili na vjen nga qyteti i Tetovës, do të shfrytëzojmë rastin që në këtë mbrëmje mikrofonin t'ia dorëzojmë Hoxhës së nderuar të na drejtohet me një këshill. O Zoti shpërblef që ke përzgjedh xhamin ton me qenë sot xhamat të na, por na do ta kemi nderin që të ndëgjojmë si xhamat ty e të na bësh Hoxha jon në këtë mbrëmje. Zoti nderoft. Bujrom efendi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Të dashur dhe shumë të nderuar vëllezër, falenderojmë Allahun xhalla xhalaluhu për të gjitha të mirat, mirësitë dhe begatitë që Allahu xhalla shanuhu na i ka dhënë. Salavatet dhe selamet tona qofshin për më të dashurin e zemrave tona, Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij, dhe të gjithë ata që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam deri në ditën kur do ta takojmë Allahun xhalla xhalal. Të nderuar vëllezër, unë sonte sinqerisht nuk doja që të jem në rolin e ligjëruesit. Thjesht kisha dëshirë që të vi dhe të përjetoj emocionet që ju si xhamat në këtë xhami i keni përjetuar dhe vazhdoni të përjetoni në këto ditët e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Mirë po, me qenë se imami juaj, Hoxha i dashur, Hoxha Muharrem, në edha këtë mundësi, unë realisht ndjehem shumë i privilegjuar që këti xhamati kaq të mrekullueshëm, i cili xhamat ka lënë angazhimet dhe thirrjet për të kaluar kohën në vende tjera dhe është përgjigjur ftesës Allahu dhul xhelal me niyet për të arritur kënaqësinë Allahu dhul xhelal kanë ardhur në xhami. Këti xhamati i cili praktikojnë hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e kërkojnë natën e kadrit në netët e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Këti xhamati i cili e kanë dert dhe gajlen jetën e tyre, a do të arrijnë brenda këtij muajit atë çfarë Allahu dhul xhelal na e ka bërë të qartë se çfarë unë dhe ti mund të arrijmë nëpërmjet këtij muaji. Të dashur vëllezër, ne e dim shumë mirë se lufta më e madhe e njeriu në jetën e kësaj dunjaje është lufta me veten e tij. Kështu na tha pejgamberi alayhi salatu wassalam në një moment kur ktheheshte nga sahabët nga një luftë që ishte luftë e lodhshme për ta. Sahabët ishin dërmuar nga ajo çfarë kishin kaluar dhe për një moment i dërguari i Allahut tha, nga kjo luftë e lehtë kthehemi në një luftë të rëndë. Dhe sinqerisht vëllezër, nuk ekziston luftë më e rëndë se sa lufta e njeriut me veten e tij. Nga ana tjetër, Allahu në Kur'an, aty ku na urdhron për Ramazanin, thot se agjeroni la'allekum tattakun, që të arrini gradën e takvallëkut. E takvallëku ku mund ta gjejmë, si mund ta gjejmë, ku është këtë takvallëku devotshmëria? Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam na e bëri me dije se takvallëku është këtu, duke bërë me qenë nga zemra. Pra këtu gjendet takvallëku. Hadith tjetër vëllezër dhe motra, gjejmë teksa pejgamberi alayhi salatu wassalam na flet për një copë mishi e cila gjendet në trupin e njeriut. Dhe tha i dërguari i Allahut, në qoftë se kjo copë e mishit është në rregull,
i gjithë trupi i njeriut është në rregull. Në qoftë kjo copë mishi nuk është në rregull, i gjithë trupi i njeriut nuk është rahat dhe nuk është në rregull. E kush është ajo copë e mishit? Është zemra. Dhe lufta e jonë është pikrisht me atë çfarë kemi ne në zemrat tona. Nga se kur të luftojmë me veten tonë, me unin tonë, ne duhet që të punojmë shumë nga këto zemra, të largojmë çfarë do lloj dashurie edhe çfarë do lloj brenge tjetër jashta dashurisë për Allahun dhe për pejgamberin, dhe të mos kemi breng tjetër përpos brengës, që kjo zemër të jetë më afër asaj çfarë Allahu na urdhron dhe asaj çfarë pejgamberi alayhi salatu wassalam na mëson. Të dashur vëllezër, do kisha dashur çdo njeri prej neve që jemi këtu të pyesim veten tonë, nga se nuk është e rëndë për të ditur në raport me Allahun ku je. Është e lehtë. Andaj pyet e veten tënde. Mbram para një jave, teksa erdhën në xhami, teksa ishim duke u falur, çfarë mendoje ose çfarë brenge, halli dhe shqetësimi është duke të shoqëru? Mbram s'të ka zënë gjumi, në momentin që ke ratë flesh, çfarë ke qenë duke mendu? Mbrenda ditës, teksa je në punë dhe lëviz, çfarë është duke të shqetësu? Dhe çdo njëri shumë mirë e dim, nuk ka nevojë askujt t'ia japim përgjigjen. Në bazë të përgjigjes, në bazë të asaj që ne shumë mirë e dim, ku e kemi zemrën dhe çfarë na brengos, çfarë na lot, çfarë na mërzit, në bazë të përgjigjes që do t'ja japim vetes tonë, do të kuptojmë se ku gjindemi ne në raport me Allahun dhul xhelal. Në qoftë se të brengos e ardhmja, ke frikë, shqetësohesh për të ardhmen. Në qoftë se të brengos ndonjë dashuri e paarritshme. Në qoftë se të brengos friga se si do t'ja bësh me punët në jetën tënde, si do t'ja bësh me rrezikun në jetën tënde. Në qoftë se të brengosin fjalët e njerëzve, në qoftë se të brengosin shqetësimet dhe hallet që t'i shkaktojnë njerëzit, kjo nuk është shenjë e mirë, vëllau jem. Nga se, po që se kthehemi në historinë islame, dhe unë do të kisha dashur të ndaj 2-3 raste pa dashur zgjatem shumë, për të kuptuar ata që ne i quajmë gjenerat e artë. Çfarë brenga shkishin, për çfarë shqetësoheshin, ku e kishin zemrën e tyre dhe si jetonin ata. Të dashur vëllezër, në një moment teksa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte në xhami, hyn një njeri brenda në xhami dhe nga njerëzit që ishin prezent, qartë në fytyrën e këtij njeriu shiheshte shqetësimi dhe brenga e madhe që e shoqëronte atë. Drejt nga dera shkoi tek Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. U ul para pejgamberit alaihi salatu wassalam dhe ju drejtua atij dhe e pyeti: "Ja Rasulullah, më trego për një vepër, më trego për një punë që unë këtë dunja të shkurt do ta bëj, dhe nëse do ta bëj këtë punë do të arrit dashurinë e Zotit." Çfarë kuptoni vëllezër nga kjo pyetje? Ky njeri që erdhi tek i dërguari i Allahut, brenga, halli dhe mërzia e tij ishte një punë që do ta bënte në këtë dunja, e cila punë do t'ja mundësonte atij që Allahu dhul xhelal ta donte atë. Dhe në moment pejgamberi alayhi salam i tha: "Nëse dëshiron që të arrish dashurinë e Allahut dhul xhelal, duhet nga zemra jote ta largosh dashurinë për këtë dunja." Nga se vëllezër, është e pamundshme të arrihet edhe dashuria e Allahut ndaj neve, në ndërkohë që ne të jemi të angazhuar me dashurinë e kësaj dunjaje, të fokusuar në këtë dunja. Pa dashur të keq kuptohemi, dashuria ndaj dunjos nuk do të thotë
kur një person punon shumë, kur një person bën pare shumë, kur një person ka arritje të mëdha shumë. Kjo është mirë po dashuri për këtë dunjë nën kupton kur pasurinë, shtëpinë, veturën, telefonin arrin që ti fusësh në zemrën tënde dhe kujdesin ndaj tyre ta kesh më të madh se sa kujdesin ndaj Allahut Dhul Xhelal. Siç ndodh në shumë të rasteve teksa shohim njerëzit të cilët e ruajnë kohën për servisin e makinave të tyre. Si që shohim shumicën e rasteve shqetësimin e madh në ftyrat e njerëzve në momentin që një telefon sa po e ka bleti bie nga dora. I shkon ftyra dhe ti e shet se sa u mërzit dhe me çfarë kujdesi e ruan telefonin në mos është gërvisht ose është thyj. Shpesh herë na ndodh teksa shohim se si njerëzit i ruajnë veturat e tyre. Sa mërziten në momentin kur një defekt ju ndodh në shtëpitë e tyre. Dhe kjo është shenjë se ky njeri këtë pasuri që Allahu ja ka mundsu nuk e shfrytëzon për më u kënaq me të, por e ka fut në zemrën e tij dhe kjo pasuri është arsye që dunjan me janë nxit. Dhe kur njeriu tani mërzitet për shtëpinë, për veturën, për pasurinë, për punën dhe për shumë gjëra tjera, imagjino, ashtu si e ruan kohën e servisit makinës, ashtu si e ruan kohën ose kujdesin për shtëpinë, nëse do të kujdeseshte për ta ruajtur kohën e namazit. Nëse do të kujdeseshte që ashtu siç e ruan mos t'i del nga xhepi telefoni i tij për t'i rënë në tokë, a e mendoni vëllezër dhe motra, si do t'ishte gjendja e jonë momentin kur do të kujdeseshim që mos na del nga goja tona ndonjë fjalë që do të arrinim hidhrimin e Allahut Dhul Xhelal. Andaj tha, tregom një punë që do ta bëj, edhe kjo punë do t'jetë shkak që Allahu të më don mua. Prandaj dietarët vëllezër, dunjan e krahasuan me një anije e cila na shërben ose ju shërben njerëzve nga një breg për dalë në bregun tjetër. Dhe anija është në rregull, do ta jep këtë mundësi që ti e kërkon nga ajo. Deri kur? Derisa nuk lejon që depërton ujin brenda në anije. Në moment që lejon depërton ujin brenda në anije, ndoshta pikrisht në momentin kur je në mesin e detit, ti nuk do të shërben më ajo. Nga një mjet bartës do të shndrohet në një mjet që do të jetë arsye për të humbur jetën. Mjeti dhe pasuria është për ta shfrytzuar, për të kaluar, por jo për të lejuar që të futet në zemër. Në moment që lejon të futet në zemër dhe në moment që lejon që këtë ta duash më shumë se Allahun dhe pejgamberin, vjen në një situatë kur ti më shumë do t'ju kushtosh rëndësi për të ruajtur pasurinë se sa do t'i kushtosh kujdes për të ruajtur atë që Allahu Dhul Xhelal ka urdhëruar. Andaj shiko ku e ke zemrën vllauje. Aty është treguesi më i mirë i raportit tënd me Zotin. Në një rast tjetër vëllezër, vjen një njeri tjetër komplet dhe i afrohet përsëri i shqetësuar shumë direkt tek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ja Rasul Allah, dua të pyes diçka që më brengos shumë, që më mërzit shumë. Urdhro tha i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tha, kur do të ndodh dita e kiametit? Kush pyet për këtë vëllezër? Përveç se një njeri i cili shqetësohet për këtë ditë, përveç se një njeri që seriozisht e pret këtë ditë, përveç se një njeri i cili me seriozitet i është përveç punëve në këtë dunjë kalimtare që të përgatitet për këtë ditë. Dhe me qenë se kjo pyetje nuk ishte në kompetencat e të dërguarit Zotit, pejgamberi alayhi salatu wassalam dashti që del diku tjetër dhe i tha të njëjtit person: ti që je duke pyetur kur do të ndodh kiameti, më trego mu çka ke përgatit për këtë ditë. Se kiameti do të ndodh dhe ti mos u mërzit për këtë pjesë, po mërzitu çfarë ke përgatit për këtë ditë. Ashtu si që Allahu na thret në Kur'an: o ju që keni besuar, o ju që i keni zënë bezë Zotit, dëshmojeni se i keni zënë bezë Zotit duke e pas frikë Allahun Dhul Xhelal. Si me të frikësu ti ja Rabbel Alemin, wal tandur nafsun ma qaddamat li ghad. Çdo njëri prej juve le të shikoj çka ka përgatit për nesër.
Andaj edhe Resulullah i tha, ti që pyet tregon çka ke përgatit për ditën e gjykimit. Dhe për një moment ishte një pyetje që nuk e priste personin në fjalë dhe nuk dinte si ti përgjigjet, por amo i erdhi diçka në kokë që ishte shumë i sigurt. E dini çfarë tha? Ja Rasulullah, nuk është se kam përgatit diçka të madhe, përveç se 2 gjëra i kam të qarta në jetën time dhe nuk kam pikën e dyshimit në lidhje me këtë. Çka janë ata? Tha wallahi ja Rasulullah, jam i sigurt se në zemrën time nuk ekziston dashuri më e madhe sa dashuria ndaj Zotit. Dhe në zemrën time nuk ekziston dashuri më e madhe se sa dashuria që kam ndaj teje. Pas kësaj përgjigje, e dini çfarë i tha Resulullahi sallallahu alaihi wasallam këtij sahabi? Tha, me qenë se je i sigurt në këto 2 pika, atëherë mos u shqetëso kur do të ndodh kiameti, nga se po ta bëj me dije se në ditën e gjykimit dhe nesër në xhenetet e Allahut do të jesh me ata që i ke dashur në dunja. Dhe këtë hadith vëllezër transmeton Enes ibn Malik. Pasi që e transmeton këtë hadithin, a e dini çfarë tha Enes ibn Malik i vëllezër? Tha, nuk është se kemi dëgjuar diçka që na ka gëzuar më shumë, diçka më shpresdhënëse, diçka që na ka qetësuar më shumë, pasi që e kemi dëgjuar nga pejgamberi alayhis salam se nesër do të jeni në yomul qiyame dhe në xhenetet e Allahut me atë që e keni dashur në dunja. Pjesë veten time dhe jo pjesë juve vëllezër, me sinqeritetin më të madh që posedojmë në dunja. A e ndjeni të njëjtin gëzim që e ndjetën sahabët me këtë hadith dhe me këtë paralajmërim të pejgamberit alayhis salam? Këtë gëzim e dini kush e ndjen? Ai që nuk ka pikë dyshimin dashurinë ndaj Zotit. Këtë gëzim e dini kush e ndjen? Ai që nuk ka pikë dyshimin dashurinë ndaj Resulullahit. Por kjo dashuri nuk është vetëm fjalë boshe. Kjo dashuri është praktik në jetën e kësaj dunjaje. Si është praktik në jetën e kësaj dunjaje? E dini shumë mirë rastin e asaj gruas në kohën e Omerit radiallahu anhu. Teksa nëna e i thonte që ta përzin qumshtin me ujë, vetëm e vetëm që të fiton të shumë. Dhe bia që e mor një urdhër të tillë nga nëna, i tha oj nën, diçka të tillë e ka ndaluar Omeri, halifja i muslimanëve. A ishte vonë dhe nëna i tha, po bëje punën që të them unë, nga se ku na dëgjon tani halifja i muslimanëve? Ku e din ai çfarë bisedash ne e bëjmë? Tha oj nën, në qoftë se nuk na dëgjon halifja i muslimanëve, na dëgjon Allahu Dhul Xhelal. Allahu çka do t'i themi për këtë punë? Kjo është dëshmi që nuk lejon një pasuri në një rrugë të palejuar të depërton shtëpinë tënde, nga se më e dashur se pasuria dhe më e dashur se çdo gjë që mund të arrijë dunjon tonë është dashuria ndaj Allahu Dhul Xhelal. Mos me e tradhtu atë çka Allahu na ka urdhëruar. Mos me e tradhtu atë çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar. Në momentin kur ne jetojmë dhe çdo lëvizje që e bëjmë jetën tonë, e pjesim veten tonë, a e ka bërë këtë i dërguari i Allahut? Në këtë situatë si ka vepruar i dërguari i Allahut? Në këtë moment si ka qenë dërguari i Allahut? Kjo është treguesi më i mirë i dashurisë për dërguarin e Allahut. Por ama, në qoftë se ti ngritesh nga gjumi dhe nuk t'intereson suneti të dërguarit të Allahut, ulesh në sofën nuk t'intereson suneti të dërguarit të Allahut, hin xhami nuk t'intereson si ka hi dërguari i Allahut, ulesh nuk t'intereson si është uli dërguari i Allahut, del nga xhamia nuk t'intereson si që ka dali dërguari i Allahut, del në treg, shkon në shtëpi, komunikon me gruan, komunikon me fëmijët, dhe mbrenda krejt kësaj situate, asnjëherë të vetme nuk të intereson si është suneti të dërguarit të Allahut, për çfarë dashurie flasim ne se e duam të dërguarin e Zotit. Dhe e fundit vëllezër, që me të vërtetë ka bërë shumë përshtypje. Ka qenë një situatë e rëndë në mes Omerit, Othmanit edhe Ebu Bekrit. Në kohën kur i dërguari i Allahut kishte vdekur dhe nuk jetonte më. Omeri i jep selam Othmani nuk ja kthen selamin dhe kjo e shqetëson shumë Omerin, nga se është bela e madhe mos me fol muslimani me muslimanin. Pa mund të ketë bela më të madhe o vëllezër. Ora shënon gati 1 e natës, kemi anë xhami me Iran sejdë Allahu Dhul Xhelal dhe dalën për xhamie, në të njëjtën xhami me u fal dhe mos me fol me njëri tjetrin, me paragjiku njëri tjetrin, me pas mendim të keq për njëri tjetrin.
mos me e dash njëri tjetrin për hir të Zotit, dhe me leju që me pas përçarje në mesin tonë. Dhe në moment që nuk ja ktheu selamin Osmani, Omeri direkt shkoi tek Ebu Bekri dhe ju qajt, ka ndodhur diçka shumë e madhe, tha. I kam dhënë selam, nuk më ka kthy selamin. Si diçka shumë të madhe e pranoi Ebu Bekri. Nuk i tha Omerit, po punë e madhe se s'ka kthy selamin ai. Po punë e madhe mos me ta kthy selamin muslimani. Punë e madhe mos me ta kthy selamin vllau jot. Dhe çfarë ndodhi? Ebu Bekri e mori Omerin dhe me njëherë shkuan tek Osmani, i dha selam. Osmani ishte në të njëjtin vend. Në moment që i dha selam Ebu Bekri, Osmani ja mur selamin. Dhe situata u bë edhe më e ndërlikuar. Omeri si ja merr Ebu Bekrit, ja merr selamin. Direkt në temë hini Ebu Bekri, tha: Osman, ka kaluar më herët në këtë rrugë. Omeri radiallahu anhu ka dhënë selam dhe nuk ja ka kthy selamin. A mund ta di arsyeën, shkakun pse ka ndodhur kjo? Osmani vëllezër i tha: nuk e kam dëgju. Në moment që tha nuk e kam dëgju, e ndërpreu komunikimin e Ebu Bekri, tha të vërtetën e thot Osmani, për mos me lënë të paragjikoj ose të nxjerr nga goja diçka Omeri që situata nxehte edhe më shumë. E tha, si është e mundshme mos me dëgju? Tha, kisha hinë mendime të thella. Duke mendu, ja Rabbel Alemin, para se gjithashtë lutemi, na e bëjt të mundshme që ta marrim veten llogari para se të na merr Zoti në llogari. Që të mendojmë për vdekjen para se të vdesim. Na e bëjt të mundshme që të përgatitemi për natën e varrit para se të dalëm të japim llogari para melaqeve që do të na marrin llogari në varr. Tha, përderisa isha duke mendu për natën e varrit, për llogarinë në varr, për ditën e gjykimit, për urën e siratit, o vëllezëra, e dini sa gjëra të mëdha janë këta? A e dini sa punë të mëdha janë këta? A e dini sa ajetje, sa hadithi flasin për këta? Pa e dini sa asnjëri nuk amnestohet për të kaluar nga kjo rrugë? Dhe kjo bela, dhe kjo mund të jetë nesër me cilën ne mund ballafaqohemi. Dhe tha Osmani, hina në mendime dhe duke mendu për të gjitha këto, e kisha hup mendjen, thash, subhanallah, sa kemi jetuar me pejgamberin alayhi salatu wassalam, sa afër atij kemi qëndruar, si nuk ndodhi një herë të vetëm ta pyesim, ja Rasulullah, si me shpëtuar nga të gjitha këto, si me dal fitimtar nga të gjitha këto. Dhe brenga e madhe e Osmanit ka bërë që Osmani ta humb mendjen. Vllau jemi dashur, çfarë të ka bërë ti ta humbish mendjen? Çfarë të ka bërë ti të shqetësohesh trish pa gjumë? Çfarë të ka bërë ti, vllau jemi dashur, që të mos kesh nerva? Leni, largoni se nuk kam nerva të merrem me ju. Shpeshherë na ndodh që themi fëmijëve tonë, e çajo që nuk ke nerva të merresh me fëmijët, cila ka qenë arsyeja dhe shkaku që nuk i ke këto nerva. Vllau jem, atë ka bova ki ndonjëherë një 5 minuta të vetme që mos të zonë gjumi duke i mendu këto gjëra. Nëse nuk të ka bova ki, kjo nuk është treguesi mirë. Andaj Osmani tha, kjo më ka shqetësu. Atëherë Ebu Bekri tha, edhe mund ka shqetësu diçka e tillë Osman. O vëllezër, a e kuptoni idenë e kreta saj çfarë dua ta ndaj me ju? Shqetësimi aty të parit ishte çka me bë me arrit dashurinë e Allahut. Ki tjetri shqetësim ditën e gjykimit. Osmani shqetësimin si me shpëtu. A e dini kush janë këto burra që i përmendim? Ebu Bekri, Omeri, Osmani, të garantuar me xhenet. Përkundër kësaj, ky ka qenë brenga dhe halli i tyre. Si duhet jetë brenga dhe halli jonë në dunjë? Apo duhet lejuar të vazhdojmë verbërisht të vrapojmë pas kësaj dunjës duke mos e ditë se ku dalim dhe ku do të mbarojmë? Atëherë i tha Ebu Bekri, tha, mos u shqetëso Osman, se edhe unë, tha, të njëjtën gjë e kam pas derisa ka qenë gjallë Resulullah, e kam pyet për këtë punë. Kur i tha, unë e kam pyet për këtë punë, Osmanit në fytyrën e tij shiheshin shenjat e gëzimit, u drejtua ka Ebu Bekri, tha, ja Ebu Bekr, tregom çfarë përgjigje ka dhënë Resulullah. Tha, më tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush nga ju e pranon atë që nuk e pranoi axha ime Abu Talibi, ka me shpëtuar nga gjitha këto. Çfarë nuk pranoi Abu Talibi nga pejgamberi alayhi salam? Dëshmin la ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah. Andaj ne dëshmojmë sonte se kemi pranuar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë. Lutim Allahun e madh, vëllezër të dashur,
që Allah të na e mundsoj ndryshimin brenda muajit të bekuar të Ramazanit. E ndryshimi pa dyshim fillon nga mbrëmësia jonë, nga zemra jonë. Të shohim ku e kemi zemrën dhe të mundohemi që të punojmë me veten tonë dhe dashur Allahu i madh që ky muaj i bekuar i Ramazanit të jetë muaj i fitores ndaj egos, ndaj tekeve dhe ndaj qefeve tona. Hoxha Efendi, ma bëni halal për zgjatje. Xhamat, Allahi këto sekonde, këto minuta ju a kompenzoft me Xhennetul Firdaus. Inshallah se kemi vonu dikënd në punët dhe në oraret e tij. Allahu Dhul Xhelal inshallah kështu siç na ka bashkuar në këtë orë, nesër na bashkoft në Xhennetul Firdaus.